Me afrimin e çdo sezoni turistik, qeveria shqiptare e kthehet mekanizmit të aksionit për të menaxhuar një ndër sfidat më të mëdha të muajve të verës, mbetjet. Edhe këtë sezon, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të ndërmerren nisma nga bashkitë për të siguruar Shqipërinë e pastër në sytë e miliona vizitorëve të huaj. Por për ekspertët e mjedisit, ky ngërç nuk zgjidhet me nisme aksionare. Eksperti Urana Bazi thekson se njësitë vendore duhet i përmbahen një plan i menaxhimit të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, pasi problemi fillon që në hapat e parë të sistemi i grumbullimit dhe ndarja në burim. Kjo ka të bëjë në radhë të parë edhe me mungesën e një plani të menaxhimit të mbetjeve për disa njësi administrative. Legjislacioni nuk është se mungon, nuk duhet të drejtojmë gjithë gjërat e legjislacionit, por problemi është te zbatueshmëria e legjislacionit. Vëmë re që njësitë administrative duhet të jenë më të përgjegjshme për menaxhimin e mbetjeve, në sensin e gjithë terminologjisë që nënkupton menaxhimin e mbetjeve, duke filluar nga grumbullimi i mbetjeve, nga ndarja e mbetjeve që nuk bëhet, dhe pastaj të gjykojë dhe të vlerësojë se cilat janë ato kategori mbetjesh që duhet shkojnë dhe duhet shkojnë në landfill, dhe cilat janë kategoritë e mbetjeve që duhet shkojnë dhe trajtohen sipas mënyrës së trajtimit duke u nisur nga origjina e tyre. Por problemi është që ne paguajmë, dhe kur paguajmë, normalisht duhet sigurohet shërbimi që paguhet. Për të dalë nga kjo situatë, sipas Abazit, Shqipëria duhet të ndjekë me seriozitet strategjinë e Bashkimit Evropian. Kjo kërkon aplikimin e ekonomisë qarkulluese, duke mbajtur në majtë të piramidës minimizimin e mbetjeve dhe më pas ripërdorimin e tyre. Duhet parë edhe në sensin e ekonomisë qarkulluese, sepse mbetjet edhe bashkitë, edhe njësitë administrative duhet ta shikojnë në sensin pozitiv të përfitimit, sepse mbetja ka një vlerë të caktuar. Mbetjet organike përbëjnë më shumë se gjysmën. Pra mbetjet organike në fakt ne mund t'i shfrytëzojmë. Në rast se ne mbetjet e plastikës që këtu i kemi mbetjet e riciklueshme që shkojnë 18.8%, i çojmë në 30%, atëherë na ngelin 70%, nga këto 70% e totalitetit, duke heq 57% që janë mbetje organike, na ngelin një sasi shumë e vogël mbetjesh që mund të jenë problematike për të menaxhuar. Pra gjithçka fillon me hapin e parë, me ndarjen në vendburim të mbetjeve, dhe kjo është detyrë e organeve lokale. Peshën kryesore të kësaj krize e mbajnë pushtetet lokale. Eksperti i qeverisjes vendore Tauland Biturku vëren se qeveria nuk mund t'i trajtojë të gjitha bashkitë njësoj. Zonat bregdetare përballen me një shumëfishim drastik të mbetjeve gjatë sezonit, çfarë sjell nevojën për më shumë fonde dhe kapacitete të shtuara administrative. Dhe në turizëm bregdetar ka disa bashki që përfshihen në këtë posaçërisht ato të pjesës perëndimore, po le të themi edhe Pogradeci, që është po bregdetare. Çdo verë ne përballen me të njëjtin realitet. Cili është realiteti? Qytetet bregdetare dhe zonat turistike shumëfishojnë popullatën e tyre brenda pak javëve, gjë e cila prodhon mbetje urbane. Këto bashki nga ana e qeverisë trajtohen gjithajsoj. Pra si një bashki e cila nuk ka prioritet sezonin turistik apo sezonin bregdetar, po flasim për plazhin, qoftë një bashki e cila nuk e ka prioritet. Pra qeveria sillet me fonde në të njëjtën mënyrë. Që të arrish tani për t'i evaduar gjithë këto mbetje, duhet që patjetër bashkia të mbështetet me financa. Por të planifikuar me analizë kosto, sepse jo të gjithë bashkitë kanë largësi nga territori për ta administruar në të njëjtën formë. Sipas Biturkut, aksionet e pastrimit të minutës së fundit janë lëvizje të vonuara, ndërsa planet ekzistuese të menaxhimit rezultojnë shpesh të pazbatueshme në terren. Pra qoftë nga qeveria, e cila krijon plane në letër që në letër janë shumë bukura për strategjitë, por në fakt realiteti flet komplet një gjë tjetër. Pastërtia është ekonomi. Pastërtia nisë sjell turizmit dhe ka të bëjë edhe me politikën kombëtare. Pra qeveria mos bëj vetëm plane 3D apo plane në letër. Qeveria duhet realisht të disbursojë para për këto bashki, duke filluar nga Velipoja e duke përfunduar deri në Konispol. Shqipëria ka vite që përballet me sfidën e menaxhimit të mbetjeve, por ka dështuar pasi strategjitë kombëtare u larguan nga standardet europiane në momentin që trajtimi i tyre u planifikua të kryhet me incinerator. Ky fokus e djegja për implante që nuk punuan kurrë dhe që penguan në riciklimin e materialeve bazë e devijoi sistemin, duke e vënë pare një vështirësie të re. Rimëkëmbja e këtij sektori tashmë kërkon kohë, veçanërisht sepse edhe infrastruktura alternative siç janë landfillet, të cilat kërkojnë studime komplekse fizibiliteti, gjeologjike dhe mjedisore, rezultojnë jo funksionale.